بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falenderimet dhe lavdimet qofshin për Allahun Gjelle Sha'nuhu, salavatet për shëndetje qofshin mbi pejgamberin alayhi salatu wassalam, familjen e tij të pastër dhe të ndershme, mbi ata që pasojnë dhe do të pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit. Të dashur vëllezër dhe motra të nderuara, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame, Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, shëndeti, mëshira, begatit e Allahu Gjelle Gjelaluhu qofshin mbi ju, mbi familjet tuaja dhe mbi të gjithë besimtarët kudo që janë. Të nderuar vëllezër dhe motra, në vazhdën e ligjëratave të incizuara gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, në titullin Puhi Ramazani, nga imamët e komunitetit musliman shqiptar këtu në Zvicër, po e prezentoj në natën e sonshme një temë tepër të rëndësishme për ju dhe për të gjithë ata që na ndjekin, roli dhe rëndësia e faljes së 5 kohë namazeve gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Të dashur vëllezër dhe të nderuara motra, nuk ka dyshim se obligueshmëria e namazit u bë në 7 katë qiej, u bë në natën e Mirajit, që nënkupton ka një vlerë jashtëzakonisht të veçantë çështja e namazit. Allahu Gjelle Gjelaluhu obligimin e namazit na e bëri me dije në shumë ajete të Kur'anit famëlart e potencoi. Përmendet dhe thuhet se mbi 80 e sa ajete kur'anore e potencojnë obligueshmërinë e faljes së namazit. Që do të thonë, Allahu Gjelle Gjelaluhu me këtë vepër madhështore dëshiron që robin e tij ta ngren në piedestalet më të larta. Të dashur vëllezër dhe të nderuara motra, ne jemi në muajin e bekuar të Ramazanit, ku në qoftë se do të dëshironim që t'i numërojmë të mirat e muajit të bekuar të Ramazanit, do të ishte e pamundur. Andaj, jo rastësisht Allahu Gjelle Gjelaluhu e potencon këtë në Kur'anin famëlar dhe thot: "Ve in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Në qoftë se ju e do të dëshironi që të numëroni mirësitë, begatit e Allahu Gjelle Gjelaluhu, nuk do të mundeni, do të jetë e pamundur. Mirë po, ne ndalemi që të rikujtojmë së bashku në këtë prezantim të kësaj ligjërate për disa urtësi të cilët ne i njohim në muajin e bekuar të Ramazanit. Së pari është agjerimi, pastaj është leximi i Kur'anit, pastaj e njohim këtë muaj se në të mundohemi të bëjmë vepra të mira, dua, lutje, dhikr, lexim të Kur'anit dhe kështu me radhë. Por më e mira e asaj që ne e veprojmë gjatë muajit të bekuar të Ramazanit është namazi për hir të Allahut Gjelle Gjelaluhu. Andaj, të dashur vëllezër, pejgamberi sallallahu teala alaihi wasallam, kur e përmendi namazin dhe afërsinë që ne duhet ta kemi me Allahun Gjelle Gjelaluhu, përmendi dhe tha: "Aqrabu ma yakunu al-'abdu ila rabbihi wa huwa sajid." Njeriu është më afër Allahu Gjelle Gjelaluhu kur ai gjendet në sejdë. Të dashur vëllezër, lidhja e jon me Allahun Gjelle Gjelaluhu është e përditshme. Gjatë gjithë vitit
gjatë gjithë vitit 5 herë në ditë Allahu Gjelle Gjelaluhu na e bëri të mundur që ne drejt për së drejtemi ti afrohemi madhërisë Allahu Gjelle Gjelaluhu me faljen e këtyre 5 kohëve të namazit. Në qoftë se do të përmendim, edhe më tepër do të përmendim thënien e pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi veselleme, kur ai ju tha sahabeve sa e shihni sikur se përpara derës suaj do të kalon të një lumë dhe juve do të laheshi në atë lumë 5 herë në ditë, a thua vallë, do të kishit në dytësira në trupin tuaj? Ata i thanë jo. Tha pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi vesellem atëherë, wa kedhalika as-salavatul khams, kështu është çështja me 5 kohët e namazit. Të dashur vëllezër dhe motra të respektuara, namazi deri në namaz fshin mëkatet e tona që neve i bëjmë. Andaj përmendën dhe thot pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi vesellem, as-salavatul khams, 5 kohët e namazit, vel gjumuatu ilel gjumua, dhe prej gjumaje deri në gjuman tjetër, ve Ramadanun ila Ramadan, dhe prej Ramazani deri në Ramazan tjetër, mukeffiratun ma bejnehunne idhe qtunibe til kebair, do të jenë shkak që të fshin, të shlin mëkatet e juaja, në qofse do të ju largoheni mëkateve të mëdha. Efdalul a'mal, përmendën dhe thot pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi vesellem, i'lemu enne khajre a'malikum as-salah, dijeni se vepra më e mirë të juve që veproni është namazi. Të dashur vëllezër dhe motra të nderuara, pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi vesellem përmendi dhe tha, ai që e ruan dhe kujdeset për namazet, do të jetë dritë për të, do të jetë argument për të, dhe do të jetë shpëtim nga zjarri i xhehenemit për të. E në qoftë se është e kundërta e kësaj, nuk do të kujdeset për namazet, nuk do t'i fal ato, nuk do të ketë dritë për të, nuk do të jetë argument për të, dhe do të dënohet në botën tjetër të ahiretit, dhe kur do të del në mahsher, me Fir'aunin, Hamanin dhe Ubej ibn Khalef. Allahu na ruaj. Të dashur vëllezër dhe të nderuara motra, sado që të ndalemi dhe të përmendim argumente mbi çështjen e namazit, ne me siguri se e kemi të qartë dhe e kemi kuptuar. Ditët e muajit të Ramazanit janë 30 ditë që ne mundohemi që të zbukurojmë këtë muaj me ibadete të ndryshme. Mirë po, ditët e vitit janë 365 ditë që ne obligohemi që çdo ditë të vitit 5 herë në ditë lidhjen tonë ta kemi me Allahun Gjelle Gjelaluhu, ashtu siç na mëson dhe dëshiron Allahu Dhul Gjelal nga ne, dhe siç na mëson pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi vesellem. Andaj elus Allahun Gjelle Gjelaluhu që çdo vepër që e kemi bërë, e bëjmë dhe do ta bëjmë deri në fund të muajit të bekuar të Ramazanit, Allahu Gjelle Gjelaluhu na e shënoft në peshorën e veprave të mira. Dhe është Allahu Dhul Gjelal që të na i zbut zemrat e tona, të na i pranon lutjet e tona, agjerimin ton, dhe të na e bën të dashur neve namazin në jetën e kësaj bote, që të korim ata shpërblime që Allahu Gjelle Gjelaluhu i premtoi për namazfalësit në botën tjetër të ahiretit. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.